laboratori ku shkencëtarët e Iranit punojnë për me bën armën e tyre nukleare, gjendet në një bjeshk 200 km larg Teheranit, 90 metra përfund i sipërfaqes tokës. Fordo thirrët. Izraeli është të godit me raketa bjeshkën. Amo asnjë raket, asnjë bombë e Izraelit nuk është çaq e fuqishme sa me shpu bjeshkën e me shkatru armën e palindën nukleare Tiranit. Çka po bën Izraeli për momentin është, përveç tjera është po e bombardon çat bjeshk, nëse kur gjo po thot, po ja shajmi hymjet e daljet që me bloku procesin e prodhimit të armës ose me vënu procesin e prodhimit të armës. Në anën tjetër, aleati i Izraelit e Qebesa dhe Joni, Amerika është i vetmi shtet që e ka prodhu një farë bombë të madhe që mundet me shpu bjeshkën. Ja Amerika, ja kush. Kjo bombë është bomba ma fuqishme jo nukleare, është bomba ma fuqishme konvencionale që mundet me u përdor. E ka përdor te Huthit Amerika para disa jave. Ajo është e gjatë 6 metra, e ran 14.000 kg, edhe mundet me shpu bjeshkën deri 60 metra edhe nëse o kejt guri. Për me prish laboratorin ku përmarohet arma nukleare, dohen minimumi 2 qisi bomba me ulshu në gropen e njëjt që me mrrin deri 90 metra. Bile, para një 10-15 vjetëve, Amerika pas ka bon një eksperiment dikun shkretinat e veta, ku e ka improvizu një bjeshk si Tiranit, për me po apo munën bombat me shpu deri 90 metra. New York Times ka raportu në vitin 2019 qysh vidën e këtij eksperimenti, që ka rezultu si i suksesshëm, sekretari i mbrojtjes i Barack Obamas, Leon Panetta, ja pas ka tregu kryeministrit atëhershëm Ehud Barak të Izraelit. E i ka thonë që këqyre me sy tu, kur na shohëm që Irani po dënë me maru armën nukleare, na ja shkatrojmë atë bjeshk. Tash çështja është kështu, nuk o qaq e thjesht. Për momentin, në luftë me Iranin është veç Izraeli. Amerika o ngut para një jave mi thonë Iranit, hej, nas jena, me Izraelin ki punë. Problemi është që Amerika edhe mi adhon këtë bomba Izraelit, i ka një 20 qisi bomba, thujnë mediat, Izraeli nuk ka avion që mundet me ngarku e me i quë e me i shkarku të që ajo bjeshka Fordo. Që ato bomba mundet me i bartë veç një lloj i avionit, cilin e ka veç Amerika. Po flasim për bombardierin masiv B2, bazat cilit janë në oqean dikon. Edhe me jashit avionin Amerika që tash të Izraelit, Izraeli nuk ka pilota që din me i gra atina. Fakti që po ja u kallëzoj si prallë. Ju mos u bani marak, se qito informata i kam për gazetave si New York Times, Guardian, BBC, Axios, Politico e media tjera, unë veç po i thjeshtësoj pi bëj më të kapshme. Pra do të patjetër që më konë avioni amerikan, bomba amerikane, piloti amerikan. Pra do të me u përfshi edhe Amerika në luftë me Iranin. Irani ka kërsnu, ka thonë që nëse Amerika na sulmon ose merr pjesë në çfarë do forme në sulm, na kena mja kthy Amerikës ku do që muj mja kthy, në ambasada, në deti, në Irak, në Amerikë, ku do që më rrina. Presidenti Amerikan Donald Trump në 24 orët e funit është nëzhe bukur shumë me u përfshin luftë sa do që në Amerikë ekziston një farë rezistencë, me thojnë jo. Po do këtë se po i vjen ka pak i noti, mos me marë pak laudi pe suksesit momental të Izraelit atje. Në fillim ka pason, kjo luftë është e Izraelit, Amerika s'ka kur gjon këtë luftë, mos në përfshini. Ma ne i tha, Izraeli na ka njoftu që po do me sulmu, a më tha kur gjo s'dina tjetër. Ma ne i tha, e kena dit gjdo detaj. Bile tha, penalëm edhe me vra Ajatullahin, pra diqysh e bani Amerikën pjesë. Tash po thët, lufta është e jona, po fol në vetën e parë kur po fol për luftën. Analistat edhe ekspertat ushtarak po thonë që Trump nuk e ka prit që Izraelit ka mi ecë që ka që minjën aksioni. Prandaj, nuk ka dash me marë përgjithësi. Bile, mediat kanë raportu 10 ton ditën që pas ka pas do telefonata jo shumë të kanshme në mes Trumpit edhe Netanjahit. Hala është heret me ditë që shkryet kjo luftë. Zakonisht luftat nisin me lehtësi, ama përfundojnë me shumë vështirësi. A moni men, thëshin Rusia e kryen për një javë Ukrainën.
po bohen 3 vjet atje hala po luftohet njëjt vetë se neve na ka hu pak vëmendja. Analistat ushtarak po thojnë që Iranit po i sosen raketat balistike. I ka pas 2000 copa, i kanë met veç edhe 1000. Belepram ka gjujt mas pakti se po i sosen. Mirë po dhe Izraelit po i sosen raketat që i nalin raketat balistike, e Amerika nuk mundet me prodhu qatë shpejt si mi thonë Homerë, ato buk pogace nuk janë. Lajmi i keq për Iranin është që Izraeli ja ka dëmtu bukur shumë mbrojtjen ajrore. Kështu që avionat e Izraelit e të Amerikës munen me u shetit përmi Teheran bashkë që shetitën në për Tel Aviv ose në për New York, pa u tu që për arzën e kush. Lajmi i keq për Izraelin është që nëse Irani nuk dorëzohet si shpejt, nëse nuk bjen rezimi, gjanat munen me u kompliku dhe për faktorëve tjerë që për momentin janë të panjohën. Po bëhet një javë prej që ka fillu lufta në mes Iranit dhe Izraelit, edhe është një luftë goxha e pazakonshme, sepse Irani dhe Izraeli nuk kufizohen me njëra tjetrën, kurse bota dhe matutje po këqyr edhe nuk po e din çysh ka mu kry ky far muhabeti.